Me presidentin kemi pasur një bashkëbisedim që ka prekur të gjitha temat e interesit të përbashkët dhe natyrisht që për ne mbetet një moment shumë i rëndësishëm dhe që ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë fakti që Presidenti dhe Komisioni aktual i japin një rëndësi të posaçme Ballkanit Perëndimor dhe i japin një vëmendje të posaçme procesit të përafrimit të vendeve tona me Ballkanin Perëndimor. Dhe në këtë aspekt kemi folur për ecurinë e procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, një proces që në këndvështrimin ton, por edhe në sa unë dëgjova nga presidentja është duke ecur me shumë mbarësi dhe me shumë shpejtësi. Dhe nga ana tjetër, folëm patjetër edhe për planin e ri të rritjes që Bashkimi Evropian, Komisioni, nën udhëheqjen e Presidentes von der Leyen i ka vënë në dispozicion Ballkanit Perëndimor, duke i dhënë mundësinë çdo vendi që përkundër agjendës së reformave dhe realizimit të objektivave në kuadër së agjende të financohet nga Bashkimi Evropian në mbështetje të fillimit të mëtejshëm të reformave. Dhe më vjen shumë mirë që edhe në këtë pikë morëm një vlerësim shumë pozitiv nga ana e presidentes dhe do vazhdojmë të kryejmë me përpikmëri dhe me shumë këmbgulje të gjitha detyrat që kemi marrë përsipër.